Ballkani po përgatitet për një valë ekstreme të nxehtit që ka shkaktuar alarm në vendet e rajonit, teksa autoritetet shëndetësore u kanë bërë thirrje banorëve të qëndrojnë në vende të freskëta dhe të konsumojnë shumë lëngje për të shmangur dehidratimin. Meteorologët thanë se ejtja ishte dita më e nxehtë në këtë vend ballkanik që nga fillimi i matjeve në shekullin e 19, duke parashikuar temperatura edhe më të larta në ditët në vijim. Autoritetet serbe i këshilluan njerëzit të qëndronin në zona me hije ose me ajër të kondicionuar, të shmangnin ekspozimin direkt në diell nga ora 11 deri në orën 17 dhe paralajmëruan se një thatësirë e zgjatur mund të kërcënonte të korrat. Meteorologët parashikojnë që temperaturat të arrijnë 40 gradë Celsius në të gjithë Ballkanin javën e ardhshme. Në Maltëzi, turma turistësh u larguan nga Bregdeti përvolues i Adriatikut në jug për të shkuar në mal, ku temperaturat në rreth 1500 metra mbi nivelin e detit ishin dukshëm më të ulta se në plazhe. Ne planifikuam të eksploronim Bregdetin, por vendosëm të shkonim më në veri, sepse ishte shumë vap, deklaroi Eriku, një turist nga Holanda. Në Kroaci, e cila është përballur me zjarre përgjatë Bregdetit të saj Adriatik ditët e fundit, njerëzit kërkuan të largoheshin nga vapa, duke shkuar drejt liçenit Bundek, pak jashtë kryeqytetit të vendit Zagreb. I nxehti ka përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut, ku banorët po gjejnë pak freski në liçenin e Ohrit.